Udhoj që të reformën zgjedhore mbyllet në pjesë të listave, ju vetë në listë hapur dhe jo në listë mbyllur. Reforma zgjedhore parashikoi edhe listë hapur dhe listë mbyllur. Nga ne ndignoi ka 17 vjet në politikë, ku të gjitha fushatat i ka fituar. Kështu që për mua unë të gjitha gratë kam bërë sikur kam qenë majoritar, pasi kam qenë drejtues politik me objektiva konkrete që gjithmonë i kam realizuar. Kështu që për mua rikthimi në Vlorë është një mundësi e mirë. Është një qark që unë kam dhënë shumë, kam lidhje shumë forta dhe kam kënaqësi të kthehem prapa aty ku mund ndërprer jeta politike për shkak të delegimit të funksioneve të mia në Elbasan apo si sekretar përgjithshëm. Kështu që e mirëpres garën, ju uroj sukses të gjithë dhe të gjithë kandidatëve të Partisë Socialiste. Zotë Gjiknuri, në listat e hapura në listat e mbyllura të Partisë Socialiste ka emra ju me kontribut shumë të madh të Partisë Socialiste. Ndërkohë shumë emra të rëndësishëm, politikanë karrierës janë në listë hapur. Është e drejtë kjo formulë e Socialistit e Dirama? Jeta është e bukur se ka varietete të ndryshme, shumë do të thënë politikë. Ishim këtë pikpamje, kombinimi i vlerave dhe spektrit të caktuar njerëzor, qoftë nga kontributet apo dha ata me pak kontribute, e bën një parti politike më të larmishme, më të shëndetshme dhe besoj më demokratike. Është vërtet që ti pasi debat me Diramën ke dëshiruar listën e mbyllur dhe jo të hapur? Jo, unë kam thënë që ky sistem është krijuar për të mbrojtur figura politike dhe ky ka qenë thelbi siç aplikojnë shtetet e tjera. Megjithatë Edi Rama, kryetari i partisë, është njëri që guxon, eksperimenton dhe mendoj që edhe kjo formulë mund të jetë shumë e suksesshme dhe pse jo, ne të arrijmë një rezultat më të mirë se sa të tjera. Zotë Gjiknuri, keni 17 vite në politikë. Çfarë do bëni zotë Gjiknuri nëse në këto zgjidhje politikë, ja do mërzitën që të rinë vetëm zotin Bilik Bashi për reformën zgjedhore? Po mos e do ishte më mirë për zotin Bilik Bashi mos isha unë, që do t'i kthej fat në jetë.